kushtetut, as dhe regull. Ndaj dhe me këtë rast, ju bëj thirrje qytetarëve shqiptar me datën 17 prill, është dita e tyre, është ora e tyre, të mlidhemi në Tiranë në kryegritjen më të fuqishme paqësore për të treguar vendin këtij regjimi anti-shqiptar, këtij regjimi që po vjedh shqiptarët sa asnjë qeveri tjetër në histori. Faleminderit. Zoti Berisha, çmimi i naftës ka afektuar edhe fermerët dhe blegtorët, të cilët po protestojnë sot në Tiranë ku kërkojnë subvencionim të naftës, ndërkohë që qeveria pak ditë më parë hoqi naftën pa akcizë për ta. A i mbështesni protestën e tyre dhe keni një thirrje për fermerët? Faleminderit. Asgjë nuk shënon heqja e akcizës për fermerët. Për fermerët duhet përgjysmimi i ngarkesës fiskale dhe heqja e akcizës. Nafta duhet të jepet atyre me çmimin pa taks, pa asnjë lloj takse. Dhe kjo nuk po ndodh. Ndaj dhe fermerët janë të pashpresë, shpresa e vetme dhe rruga e vetme e fermerëve është protesta me të gjitha mjetet me datën 17 prill në Tiranë dhe më pas bllokimi me çdo kusht i rrugëve, i sheshëve të vendit në mënyrë që qeveria të marrë ndëshkimin që meriton. Faleminderit.